Përshëndetje të dashur miq, Amazana, arsimi është themeli I një vendi dhe një pjesë e rëndësishme e jetës së njerëzve. Gjatë 2 sesioneve të kinës të këtij viti, tema e edukimit të tërheq shumë vëmendje. Me zhvillimi e shpejtë të shkencës dhe teknologjisë, inteligjenca artificiale ka tepruar gradualisht në të gjitha aspektet e jetës së njerëzve, veçanërisht në fushën e arsimit të filluar dhe të mesëm. Inteligjenca artificiale jo vetëm që u siguron nxënësve burime të pasura mësimore, por edhe promovon inovacioni e mbërmbajtjes arsimore dhe metodave të mësimdhënies. Por të ndjerë më konkretisht ndikimi e inteligjencës artificiale në arsim, jetë dhe punë. Sot një asistente e inteligjencës artificiale do të më ndihmoj për të realizuar këtë emision. Integrimi I inteligjencës artificiale në mësimdhënie nuk është një vizion I së ardhmes, por një prirje aktuale. Mjetet gjeneruese të inteligjencës artificiale, si DeepSeek dhe Doubao, janë përdorur gjerësisht në jetën e përditshme në skenar të shumë, si shkrimi, programimi dhe mësimi. Pavarësisht dallimeve në qëndrimet ndaj inteligjencës artificiale, depërtimi I saj në jetën tonë është I pandalshëm. Pas këtij fenomeni qëndron kërkesa e re e zhvillimit teknologjik për trajnimin e talenteve. Ekspertët theksojnë se inteligjenca artificiale është bërë një faktor I domosdoshëm prodhimi dhe njohja e AI-s është një kërkesë bazë aftësie për qytetarët modern. Shkollat janë fusha kryesore e betejës për përmirësimin e shkrimit e leximit dhe popularizimi I arsimit të inteligjencës artificiale është vendimtar për përmirësimin e alfabetizmit të rinjve. Kryerja e arsimimit për inteligjencën artificiale në shkollat fillore dhe të mesme mund të mundsojë nxënësve të kuptojnë dhe zotërojnë paraprakisht këtë teknologji të fundit, duke hedhur themelet për zhvillimin e karrierës së tyre në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, edukimi I inteligjencës artificiale mund të promovojë inovacionin arsimor, të kultivojë shpirtin inovativ dhe aftësitë praktike të nxënësve. Është thelbësore të ndërtohet një sistem arsimor I plot I inteligjencës artificiale. Vetëm promovimi I politikave nuk është I mjaftueshëm. Të gjitha shkollat fillore e të mesme duhet t'i kushtojnë rëndësi hapjes së kurseve të inteligjencës artificiale, të caktojnë mësues të përshtatshëm dhe të sigurojnë orë të mjaftueshme mësimore dhe financim. Kompanitë duhet të përshpejtojnë zhvillimin e mjeteve dhe platformave të përshtatshme për nxënësit e shkollave fillore e të mesme dhe të ofrojnë shkollave zgjidhje softwarike e hardwarike me kosto të ulët. Ndërtimi I një sistemi të kurrikulës që plotëson nevojat e nxënësve dhe shoqërisë kërkon shqyrtim gjithëpërfshirës të shumë aspekteve, në mënyrë që të kultivohen talente me shpirt inovativ dhe aftësi praktike. Kurset e inteligjencës artificiale nuk përfshin vetëm teknologjinë e fundit, por janë edhe kurse praktike. Gjatë fazës së zbardimit, ne duhet të mbrojmë të mësuarit duke bërë, duke përdorur e duke krijuar, në mënyrë që nxënësit të zotërojnë konceptet, parimet dhe aftësitë e inteligjencës artificiale nëpërmjet aktiviteteve praktike. Si ju duket ky emision që realizuam unë dhe asistentja ime e inteligjencës artificiale? Ju lutem lini mendimet tuaja te komentet.